Sa janë fajtor prindërit në këtë rast? Prindi është ai faktori kyç në edukimin e fëmijëve. Tani plaga e prindërve, këtyre prindërve është shumë e madhe. Dhe shumë kam droj që une mos t'ua ngarkoj me këto fjalë të mia gjendjen e tyre. Por se kur do të ftohen gjakrat dhe kur do të ftohet pak kjo ndodhi, prind duhet të ndalen edhe të analizojnë se me çfarë guximi janë mbyllur shtëpitë e tyre pa e ditë ku është fëmijë e tyre 14, 15, 13 vjeçar. I nderuar hoç, nuk është vetëm te ato, se për shembull ne tani muajin tjetër i kemi maturat, që të gjithë fëmijët mblidhen në një restorant, festojnë, argëtohen, ajo mund të ndodhen edhe te shqiptarët, që mos e thënë Zoti. Po. Andaj prindërit dhe na si xhallar edhe në këshillat edhe në mbledhjet prindërore që kemi qenë, po jemi edhe antar në këshillat e disa shkollave që këshillojemi me stafin edukativ arsimor, gjithnjë kemi thonë se fetarisht festimi këtyre maturave është ndaluar, kështu, në këtë formë që bëhet tek ne. Na kemi dhënë dispozitën tonë fetare. Na andaj kemi edhe prononcim publik. A është kjo matur, a është matushi, që është një term që duhet të ndalë dhe të analizohet, se kom thonë në atë së koti, dhe është e thonë si këshill, ndoshta para 10 vitesh që ndonjëherë edhe nga radhët e tona e prindërve, madje edhe stafit edukativ arsimor kemi hasë edhe në kritika, sepse të folishti se nuk lejohet, po nuk lejohet fetarisht, unë tregoj dispozitën fetare, Patjetër. se çdo dalje nga binarët fetare nënkupton pasoja negative, se Zoti i Madh nuk na ka ndaluar diçka që për neve është e dobishme. Ato që Zoti na i ka ndaluar, me do e mos duhet të e kuptojmë dhe të jemi të bindur se është e dëmshme për neve. Se Zoti s'na ka ndaluar asgjë për me na dënu neve. Dhe andaj Allahu i Madh 99 prej 100 të mirave të kësaj dunjë na i ka bërë halal. Një na i ka bërë haram. Na i ka ndaluar. Se shumica e kësaj botës është e mirë dhe halal është. Por fatkeqësia është tek ne se në gjithë këtë fotografi të bukur ja e gjejmë një pikë të zezë. Po. Ore shikoj fotografinë e madhe, mos e shikoj pikën e zezë. Dhe na brenda shumë gjërave që kemi të lejuara dhe mund të menaxhojmë duke mos e mëkatu Allahun dhe duke mos e hidhëru atë, ne harrojmë hidhërimin e Zotit, se hidhërimi i Zotit pastaj sjell edhe pasoja. Kur njerëz mblidhen në vende të caktuara dhe bëjnë çorodira dhe thejnë ligjet e Zotit dhe bëjnë atë që e bëjnë, nuk dua të them për hir të kulturës së përgjithshme dhe etikës që e kemi, me do e mos që aty vije hidhërimi i Zotit. Hidhërimin e Zotit s'ka kush ndaj. Andaj du të jemi shumë të vëmendshëm që hidhërimi i Zotit të mos na kaplan. Dhe të jemi të kujdesshëm e të mos flasmi se shumë raste ato organizime bëhen për qëllime, për profite materiale, për përqindje të caktuara që dikush i merr, për x interesa individuale që dikush i ka. Andaj na gjatë gjithë kohës ndaj dukurive devijante në shoqërinë tonë, që s'kan qenë më herët, që na janë paraqit me kamuflime të ndryshme, me lule dekorative të rrënjshme, jemi mundu që ato anomali të i kritikojmë publikisht dhe të ngrisim zërin publikisht dhe të themi kjo nuk lejohet. Anis është në mesin ton, anis është tek një shkollë apo tek një shoqëri ku na gravitojmë aty, themi kjo nuk lejohet. Unë me ty njihemi, do të respektojemi, por do të tham Tiranë, nëse është kjo alkool nuk lejohet me konsumu, edhe pse na ujemi të pi dyt. Patjetër, po si mendoj. Por nëse është alkool do të them vllai dashur, kjo nuk bën. Unë ti të respektoj dhe ky respekt dhe kjo dashuri ndaj teje të them kjo nuk bën, mos kjo të bën dam ty, mendjes tënde, ardhmërisë tënde dhe madje edhe personalitetit tënd. Dhe këto harame dhe ndalese fetare që praktikon në forma në mënyra të ndryshme, me do e mos du të e kuptojmë se i kanë edhe ato efektet dhe pasojat e tyre negative.